çfarë veshi Eva këtë javë në punë zyre në Greqi, edhe për të dalë shëtitje se kishin edhe festë. Ky outfit aty që shikoni me këtë fustanin e gjatë është se do dilnin shëtitje, nuk vajti në punë me këtë fustanë, e ndaja mos mendoni se vajti kështu në punë. Që okej do ishte, nëse në zyrë është e ulur, pse nuk ka problem fare, po jo, ishte për shëtitje. Tani me këtë fustan po shkoj në punë, kjo është veshja e dytë, kështu shkoj një nga ditët në punë, edhe ishte shumë e bukur, më pëlqeu shumë kjo veshje. Pastaj ky fustan ishte për punë, edhe me që tani bën ftohtë në Greqi, dhe ftohtë dhe ngrohtë në fakt është koha, nuk ka filluar akoma dimri siç ka filluar aty në Angli, edhe veshin ose çizme ose atlet ose këpuc është okej akoma, po duan këta gjypet e lehtë, jo shumë të rëndë. Jo si neve që kemi hedhur jorganin kokë dhe dalim, ose pyesni. Kjo është veshja e tretë, e katërt, cila është tani, e treta për në punë, edhe ky një fustan tjetër që ja kam dhënë unë, pa.